Sot do ju përgatis një recet me oktapod, me patate, oriz, që ty të them, është shumë e thjeshtë për të përgatitur, ka shumë pak ingredient, është perfekt për persona që nuk kanë kohë, po gjithmonë ka nevojë për të ngrënë diçka të mirë, sepse normalisht gjithë e meritojmë të hamë diçka të mirë. Përshëndetje miq të kanalit Kukullok, sepse të gjithë jeni miq të këtij kanali. Jemi me recetën e radhës, sot do përgatisim oktapodin. Ingredienti kryesor nga vetë fjala oktapodi. Shkoni te dyqani i peshkut, merrni një oktapod, 2-3, varet si i keni gushtet për sa vetë do gatuani, dhe ja u pastrojnë ata atje, ja u bëjnë xix. Siç e kemi, kaq mjafton për momentin. Paraprakisht uji që vlon, jeni një krip, jeni një 2 gjete dafin për aromë dhe merrni oktapodin, zhyteni në fillim sa të bën kaçurela këto tentakulat. Edhe kolltup të gjithin brenda, ta lëmë të zjejë një çik të marrë atë zbutjen edhe aromrat. Ingredientët e tjerë janë një patate, për një person, 2 persona kaq mjafton, një domate normale, gjysmë filxhani çaj me oriz, një thelpi hudhër. Ndërkohë që zjen oktapodi, para përgatitja e vetme që duhet të bëni është të ndani domaten në copa të tilla, nuk ka nevojë të jenë të rregullta, po ashtu edhe pataten, thelpin e hudhës vetëm e zhveshim, orizi lëreni ashtu siç është. 20 minuta mjafton, po me të parë me të bërë, më thënë nëse është shumë i freskët, 20 minuta mjafton. Nëse do një çik që mund të jetë jo shumë i freskët, 25 minuta, 30 minuta, mund ta shikoni. Ta nxjerrim tani nga uji vet. Ujin e vet nuk kemi për ta hequr, ta lëmë me një se do duhet, edhe ta lëmë të ftohet pak. Siç e kemi, do ta presim në copa të vogla. Me njëherë tiganin me vaj ulliri, direkt patatet, dhe i lëmë të marrim një skuqje të lehtë. Zjarri duhet të jetë i fortë. Shtojmë dhe hudhrën e shtypur të marrë aromë pak vaj. Pasi kanë marrë skuqjen e lehtë, shtojmë komplet orizin, që edhe orizin ta skuqim pak. E përziejmë. Mjaftojnë 1 minutë, 2 minuta maksimumi. Shtojmë domaten. Tani, mbledhjet e tjetërve të fillojnë të jerin nga lëngu i vet. Kemi për të jetur derisa të mbulohet komplet. Në këtë rast, 3 garuzhe mjaftojnë. I shtojmë pak krip, normalisht sipas dëshirës, po ashtu edhe pak piper të zi, dhe pak fare rigon, sepse shkon zakonisht shumë. Zjarin do t'ja ulim, mesatar të ullët, kapakun dhe lëmë që orizi të thithi ujin, çdo gjë të përgatitet ashtu siç duhet. Kur pothuajse zhduket lëngu, edhe dalin kokrat, ajo gjithmonë është e lëngshme akoma, do ta heqim, sepse do vazhdoj akoma sa të ftohet, përthithi lëngun e vet dhe marrë atë trashësinë që duhet. Sa zgjati, çerekore 20 minuta maksimumi.
direkt ose lëni të ftoni dhe e keni gati. Kjo është receta të dashurisë, shumë faleminderit që e ndoqët. Si gjithmonë ju them të bëni subscribe, sepse duke bërë subscribe jeni pjesë e këtij kanali, njoftoni më njëherë për videot e reja dhe mund të shikoni gjithë videot që ka ky kanal. Mund të sugjeroj që tani në të majtë e ekranit, dy videot e reja, shkoni dhe shikojeni. Bashkë do shihemi në recetat e radhës. Mirupafshim.